Kalojmë tek receta e dytë. Le të tregojmë se çfarë do të përgatisim tani në këtë moment të dytë të gatimit. Çfarë janë këto? Është një gatim i çamërisë. Po, bathët. Na kishte marrë malli për bathët. Nuk kemi para përdorur shumë në kuzhinë, ja që është momenti ka ardhur koha, përdorim bathët, të përdorim nga zajret tona domatet në vaj, domatet e Sara në vaj, që janë shumë të mira, të konsumohen edhe kështu siç janë. Kanë shije shumë të mirë, kanë shumë hekur për personat që kanë mungesë hekuri, japin shumë lezet dhe shije gatimeve, kështu që i përdorim vazhdimisht. Është një gatim i zonës së çamërisë. Po. Në të kundër, deri tani jo faktikisht. Ka probleme të tjera. Mund qa ka ushqime që kanë hekur që i përmend kështu. Shtoj qepën e grirë me vaj, ja të marrë dhe një lugë. Me një lukë të luta? Po. Pra, qepën e kam vrirë në blender më shumë nga që duhet. Pra dhe një 2 rrahje bëhej pelte. Sepse kështu më intereson që të jetë. Që mos dallohet në shije. Sepse krijoj masën e lëngësht të qepës, prandaj dhe është arsyeja që unë e lash më tepër. Këtu ku kam sërisht do vendos një tomate. Të domatet do të shtoj dhe disa të thara. Sërisht kaq më duhet. Kanë ata aftësinë edhe bashkohen me qepën, me përbërësit e tjerë tek bathët. Do të shtoj pa tjetër pak. Kishte ujë, të vendosur në ujë? Domateve, po. Kishin në ujë domatet. Që janë visat i mbajnë ose në vaj, vendosin kur i thajnë, ose i finjosin quhet, kështu që i vendosin atë vargun, si të vendosin fikun e thatë. 2 thelpi hudhre. I vendosim edhe hudhra, ndërkohë, sa bëhen gati zbutja e hudrave, qepës edhe salcës që shtuam ne, bëjmë një shkëputje, rikthehemi në kuzhinë, vazhdojmë punën e këtu dhe shpresojmë që t'ju ketë pëlqyer receta e deri tanishme. Pufkat tonë Albana, jo dhe një sy shifes janë pufkat, nëse mund të afrojmë me kam dhe nëse mund të duket, nuk dua ta hap kapakun për shkakun se nuk duken shumë, jo, nuk duken. I bën të mëdhaja. Kanë filluar të fryen. Sepse gjithmonë i bëjmë të vogla sa forma e një luge, kurse tani bra të mëdhaja. Se ashtu ish puna, na duheshin. Po hap kapaku, bie direkt volumi i tyre dhe më mirë që kemi të bukura se sa një ngjyrë thjesht, ngjyrën e artë. Tani ato janë dhe ngjyra e kremit tani. Të marrin ato ngjyrën e artë. Dhe tek qepa mua më duhet sërish ngjyra e artë, pra nuk i ndahem të kësaj rezës diellit, ngjyrën e rezës diellit. Do të shtoj pak fare krip. Ja ta largoj këtë këtu se me pufkat e nxehta shtojmë këtu. Dhe do të
të marrë këtë pastën të salcën që unë kam krijuar. I jap një shplarje të pakët. Dhe le të vazhdoj të përmirësohet, si të thuash, Dhe domatet, të gjitha domatet. të gjitha domatet që kam. Para nuk i grimsova, i lash të tilla. Mos harroni që domatet duhet të jenë në ujë derisa të fillojnë Largohet kripa. të përthithin komplet ujin dhe ato fryhen, ja, pra në këtë pjesë. Do të shtoj rreth temperaturën edhe pjesën e bathëve ose ndryshe fava. Që ndryshe? Fava. Fava. Të pjesën këtu e lë sepse diku nga e marta kam një byrek me koçkulla. Do të ndryshe koçkulla. Kjo shtojmë. Po. Shumë Shumë mirë, bëjmë qofte, bëjmë salca, duke vendosur pak tahini, tahini, vaj, krip piper pa tjetër, as majdanoz, as kopër, për koriandër. Dhe e kemi një salcë të duhur. Derisa fillon edhe merr nxehtësinë, unë do të shtoj Kjo proces, shtojmë dhe pak masën e kripës, sheqeri. Kam Nga efektuar domatet, aciditeti nuk është se kanë shumë të lartë, gjithsesi krypa dhe piperi për t'i dhënë shijen, për t'i rregulluar shijen, dhe ne lexojmë së bashku me zonjat produktet. $500 gram bath të freskëta ose të thata. Se më këto licet e qafës dhe të dukesh bukur dhe prishim dhe punë me mikrofonin. 500 gram bath të freskëta ose të thata. Një qep e madhe, 3-4 thelpinj hudhër, 2 domate të pjekura, një tuf koper ose majdanoz, një lugë gjelle vaj ulliri, krip dhe piper i zi, lëng limoni, ujë ose lëng perimesh. Tani shtoj dhe masën e hudrës. Pra një ndryshim që hudhrën nuk e kemi kaurdisur me qepën. Pra e lë të bëhet avash, 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 avash. Kam bim aromatike, kam plot. E keni parë që unë si kam hedhur, të gjitha fundoret i kam lënë këtu. Sepse kur të përdor salcën, do përdor bishtat. Dhe ne këtu, përveç se gatuajmë cilëm receta, por jemi konsumator në rast të parë, si unë, si Albana. Dhe si çdo konsumator i shqetësuar në vend për produktet që konsumojmë, sa të sigurt jemi për pesticidet që përdoren tek produktet e vendit, gjithmonë na lind pyetja, kjo domatja që kemi bler sot, këto perimet që kemi bler, sa pesticide kanë? A i largojmë dot me një shplarje, apo largohen apo jo me uthull, me krip, me sot, me këto mënyrat e pastrimit dhe larjes? Ju keni pyetje, shqetësime në lidhje me pesticidet e përdorura? Keni në një vend të sigur ku i merrni? I ka shkuar ndonjëherë në mendje që këto pesticide që janë të ndaluara nga Bashkimi Evropian që prej 2020-s, që diskutohet në vendin ton, a përdoren me kriter pa kriter, çfarë duhet të zëndësohet? Domethënë, e keni këtë diskutim mes njëri tjetrit? Ne me Albanën shpeshherë përdorim këtë terminologji, po, se dim si janë, i lami, pastruan, po, a jemi të sigurt apo jo, i zgjidhim ato më të bukurat, kemi frikë se më të bukurat kanë më shumë pesticide, perimet, frutat, zgjidhim ato që kanë më, po, sepse pesticide prandaj përdoren për të rritur më bukur, për të qëndruar më bukur frutja apo perimja, por pasojat pastaj në popullat janë të jashtëzakonshme, përdomos për këto të ndaluarat. Mbaj mend kur kemi vajtur në fillim jashtë, shikonim tomate të bukura, lule shtrydhe, që ne atëherë s'kishim rastisur të shikonim dhe lule shtrydhe, se në pallat lule shtrydhe s'kishte, ishin sa të manaferat, ishin ato lule shtrydhe vogla të shtrëmbra, dhe na bënte çudi që ishte e mbushur komplet pjesa e dyqanit jashtë,
dhe shkëlqente molla, shkëlqente domatja, ku mund të dinte atëherë mendja, sepse nuk dinim se çfarë ishin pesticidet, apo te buka, për shkakun që ajo buka ishte si sfungjer, ishte e bardhë, kishte një bukë të madhe kaq, pra që kishte fryrës, që kishte ngjyrosës, të joshur nga pamja estetike, të gënjyer gjithashtu nga pamja. Patjetër. Pamja që na gënjen, ashtu është dhe te puna e fruta perimeve që kemi në tregun tonë. Gjithsesi, kemi vendosur një numër në ekran që mund na telefononi dhe mund na bëni pyetje konkrete që t'ia drejtojmë ekspertit që do të ftojmë pak më vonë në lidhje me këtë temë. Përdorimi pesticideve nga ana e fermerëve, sa të rrezikuar jemi, sa besim keni, cilat fruta perime përmbajnë më shumë, ku dyshoni më tepër, si zgjidhni ju perimet në treg, na telefononi dhe diskutojmë. Bathët ndërkohë vazhdojnë të zjejnë, do të kishtuam edhe majdanozin në fund fare, gjethet e majdanozit, të prera një përzierje dhe asgjë tjetër mua nuk më duhet vetë se të bëhen.